përbërjen edhe të shteteve në disa raste, apo edhe të shoqërive, pra të grupeve shoqërore, mund të kemi ndryshime shumë të shpeshta edhe në me shoqërinë, sepse gjatë kësaj periudhe të gjithë ne do të na duhet që të ndërtojmë një stabilitet në jetën tonë, e cila do të mund të na mbaj ose do të na ndihmojë që të evoluojmë në jetën në vazhdim. Shenja e demit është automatikisht shenja që do të preket më tepër. Pse e them këtë? 1 është një shenjë fikse dhe 2 është shenjë toke. Toka dhe ajri nuk paramerren vesh me njëri tjetrin, siç mund ta merrni me mend domethënë, duke qenë se nuk kanë pothuajse asnjë element të përbashkët, nuk kanë asnjë ndikim të përbashkët, por është edhe momenti që shenja e demit mund të ketë dhe rritjen më të madhe, bile kolosale. Sidomos në këto momente ku po jetojmë tani, pikërisht tani, duke qenë se drejtuesi i Plutonit, drejtuesi ujorit ndodhet tek shenja e demit, për demat mund të kemi dhe një rritje vërtet shumë të madhe. Vetëm se do t'ju duhet që të jenë pak më të duruar me veten e tyre dhe të kuptojmë më mirë sinjalet që po i vinë atyre nga universi. Pra nëse është diçka që po sforcohen për ta bërë, do të jenë duhet ta rishikojnë edhe një herë. Por arsye që po e them që do ta kenë të vështirë, domethënë këto 20 vite në vazhdim, është sepse shenja e demit është shenja që ka më tepër nevojë për komfort, do që të ri rehat domethënë. Dhe gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare nuk do ri dot rehat, domethënë do jetë detyruar që të ndryshojë. Çdo gjë që nuk funksionon do e ndryshojë. Dhe kjo për demë është vërtet shumë e lodhshme dhe është diçka që është komplet jashtë natyrës së tim.